Trajneri kombëtar Silvinho ka deklaruar pas sfidës së humbur me Poloninë se ishte krenar për ekipin dhe nuk ka pranuar kritika as për zgjedhjet e tij. Unë jam shumë i trishtuar brenda, kam qenë kështu edhe si lojtar, nuk dua të humbas. Pastaj është lojë futbolli, mund të ndodhë gjithçka. Kemi bërë ndeshjen tonë, të mbrish në një fushë të rëndësishme dhe të luash si barabartë ndaj një ekipi të rëndësishëm si i tyre. Mua më ka dhënë kënaqësi në fushë, pastaj fitohet, humbet, nuk është problem. E rëndësishme është të vish këtu dhe të luash si barabartë me këtë skuadër. Krenar për të gjithë djemtë. Futbolli është rezultat. Jam i trishtuar brenda meje, por është jeta, është futbolli. Ne kemi bërë ndeshjen tonë. Unë nuk vë baste, nuk bëj, nuk duhet. Punohet bashk 3 ditë, bëhet video, ndiqen lojtarët dhe bëhen gati. Jam i lumtur me lojtarët në fushë. Shënuam, kishim mundësim të bënim gol. Pas ndrimeve, ndoshta 2 minuta më vonë kishim mundësi tjetër. Ky është futbolli. Këta 2 lojtarë që na shënuan, nëse kthehesh 4 vite më parë, në ndeshjen e fundit të Polonisë ndaj Suedisë, ishte e njëjta, 4 vite më parë. Shije se kush kanë shënuar, kush janë, ku luajnë. Shënon Lewandowski e Zielinski, janë të mëdhenj. Ne si skuadër, si komb, kemi luajtur si të barabartë me ta. Çfarë mund të them? Krenar për të gjithë lojtarët, kanë djersitur. Kemi bërë një pjesë të dytë shumë të mirë, të dytën më pak, por kishim mundësinë të mbyllnim ndeshjen. Është lojë, është futbolli. Pse Pilo? Sepse skuadra kundërshtare është shumë e fortë. Është një skuadër që luan lehtësisht në Europiane botror. Ishin 60.000 njerëz, janë gati, e kanë detyrim. Kemi ardhur këtu, bëhet ndeshje e barabartë. U fitua ndeshja e parë, jam i kënaqur për skuadrën e lojtarët. 3 vite më parë, askush nuk mund thoshte që kjo skuadër mund shkonte në Europiane play-off të botrorit. Unë jam krenar për të gjithë. Është një rrugtim që duhet ndjekur, nuk është e thjeshtë. Kemi punuar shumë, është rrugtim dhe duhet durim. E ardhmja, unë vetëm mendoj ndeshjen e radhës. Jam i trishtuar, e kam thënë, se jam kështu unë. Duhet pres, flej, mendoj për ndeshjen tjetër. Duhet shkojmë në Valencia, kemi ndeshje të rëndësishme dhe pastaj të shohim. Unë vetëm mendoj për ndeshjen, pastaj pas korrikut të shohim. Unë mendoj të shkoj në Valencia e të luaj me Ukrainën të mbyll këtë moment. Pastaj të kthehem, se kam kontrat deri me korrik, e pastaj të shohim. Nuk kam asnjë mundësi të shoh për asnjë gjë tjetër. Do të shohim deri ditën e fundit, e pastaj të shohim. A luajnë ata më në formë? Çfarë do të thotë në formë? Luan më i miri që mendoj unë. Ne shkuam në Europian me lojtarë që ishin jashtë skuadrës me klubet. Nuk jemi Brazili, në aspektin që duhet të bëjmë këto hapa. Ky është një hap i trisht, por është një hap, një proces. Për fat keq nuk kemi mundësinë të shohim 3 për pozicion. Kush është me më shumë minutazh, kush luan me Realin e tjerë. Nuk jemi ne ata. Luan më i miri nga ata që mendojmë ne. Rezultatet janë një Europian dhe jemi këtu pranë një kualifikimi në botror. Sipas meje kanë luajtur më të mirët që mendonim ne. Ky është realiteti jon, janë rezultatet. E përsërit që jam krenar për të gjithë lojtarët, që vinë pa minuta dhe të bëjmë 90 minutat barabartë ndaj Polonisë. Nuk mund t'ju them asgjë, tha Silvinho për Supersport.